Gërhisni gjatë natës, kjo recetë do ju lër pa fjalë me efektin e saj. Merrni një lugë gjelle me vaj ulliri dhe pijeni çdo natë përpara se të bini për të fjetur. Vaji i ullirit e lubrifikon fytyn dhe njëkohësisht e zbut edhe gërritjen. Vajin e ullirit ju mund ta pini çdo ditë edhe për të ulur nivelin e kolesterolit të keq dhe njëkohësisht për të mirëmbajtur nivelin e tensionit të gjakut. Sipas të dhënave, vaji i ullirit është i pasur me vitamina A dhe E. Ndërkohë, disa rekomandime të tjera të vlefshme për gërritjen mund të përmendim rënje në peshë, e cila rekomandohet për të gjithë njerëzit që gërhasin. Aktiviteti fizik gjithashtu do të parandalojë këtë problem dhe tonifikimi i muskujve dhe i atyre të qafës gjithashtu mund të ndihmojë në paksimin e gërritjes.